ndodhi kjo zënga që bën në Facebook Adriatiku me Endrin që nuk... Ju ishit të përfshirë në kuptimin, dini diçka mbi konfliktin që kishit apo që kishin ata? Politik që dashuria nuk po lulëzonte, ndjehej në ajër. Ndjehej në ajër. Po si e gjykon ti, kush mund të ulej pak më shumë? Ama të dy do të uleshin, për mu të dy, unë për të dy kisha marrë nga një thupër thane dhe e me thënë ullën e aty. Po çfarë të thanë kur ju thoshe ullu? Ulluni? Yes, pas një gjun me kot tash të rrejun që them një gjun, unë ja u thash që kisha për t'ju thënë, po ata bën që deshen në fund ditës, pastaj nuk është se më dëgjuan, kupton, nuk ishte mirë që, nuk është mirë për procesin, nuk ishte mirë për të rinjt që duan të angazhohen, për ata që na kanë votuar, ky ngërç nuk ishte i mirë. Si e vlerëson tani që po vazhdojnë protestet aty te kryeministria? Edhe Shabani është avokati i popullit. Vlerësohen për Shabanin, merr një shoqja ime thot, tu bë kryetari, thot avokat populli, jo, më thosha unë, më i mend si thot, po jo, më se s'bëhet, s'ka se si të bëhet, e kuptë, unë jam unë nuk bëj politik, edhe unë mendoj se këto gjëra janë të një bote tjetër, kupto, nuk nga që në metri im nuk mi kap, kujtoj se gjithë kanë metrin tim.